Në këta muaj ju keni dëgjuar premtime, fjalime, slogane. Tani duhet t'ju them vetëm 2 fjalë zemre, sepse në 23 qershor ju nuk do të zgjidhni mes dikujt dhe dikujt, por mes rënimit të mëtejshëm dhe një rilindje për gjithë bashkë, mes papunësisë që është ulur këm kryq dhe mundësisë për 300.000 vende të reja pune, mes taksës shesht që po i mbyt gjithë dhe taksimit ndershëm që do të lehtësojë 95% shqiptarëve, mes shërbimeve që merren kudo sipas xhepit dhe shërbimeve që do të jepen vetëm sipas nevojës, mes fshatit braktisur në fatin e vet dhe fshatit që do të rilind duke prodhuar ushqim për të gjithë, mes një Shqipërie ku krimi ka marrë kot duke dalë jashtë kontrollit dhe kërcënuar sigurinë e të gjithëve, dhe një Shqipërie ku ne brenda 300 ditëve do të vendosim rendi dhe siguri. Sepse në 23 qershor ka vetëm një zgjidhje. Partia Socialiste e Shqipërisë numër 29.